e që organizuar, na kujtum dhe grinjen më të madhe që kam pas në jetën time, kam pas me babën tem për Sali Berishën. Të gjithë e pritëm me gëzim se do të bante ndryshimin, edhe kishte ndorë që të bante ndryshimin. Se gjithë bota i kthej sytë ne. Po gjithë investitorët që erdhën në Shqipëri, ne u thamë mos hajdeni, se u kërkum rëshfet, ata po vine investojnë, u kërkum rëshfet që të vine të investojnë. Pra Berisha ishte shpresa e madhe, shpresa e juaj njëre, tropojanëve. E tropojanëve edhe vetë tropoja mori emën që edhe zgudzon të polici me dalë një tropojan në rrugë. Nga një anë nihesh sikur, ashtu për nga anë tjetër që jam unë, si gjithë popullë jam. Si gjithë tjerët jam edhe. Shiko, të veçantë jeni ju të Tropojës. Unë kam një simpati jashtëzakonisht të madhe. Nuk e di pse, po IMM ka punuar në Tropojë dhe që prej asaj kohe unë kam pafund simpati për Tropojën, dhe shumë dashuri për Tropojën. Më pëlqen shumë. Spiriti dhe bujaria dhe zemërgjënësia e Tropojanëve është shumë e rrallë, po disa kanë shfrytzuar në krahun e mbrapsht të punës, kanë shfrytzuar pushtetin e Salis edhe kanë marrë gjanat që nuk i meritojnë, që nuk i kanë merituar. Ju nuk morët asnjë përfitim, nuk patët në kohën e Berishës si tropojan që ishit? As nuk e kemi kërku kur nada, edhe tokën që kemi kërku na kanë lutë edhe në Velipoj me marrë tokë falë, nuk e kam marrë. Kam blenë Shkodër edhe jam spostu në një zonë ku ka kalu kiri dikur që mos bie në shkuj, që mos hin tokë shtetit, që mos hin tokë shtetit ashtë pa, që mos hin tokë privatet, kem probleme me njeri. Se këto probleme dhe tokës nuk u zgjidhen kur në këtë vend? Këmë kohë do kalojnë nuk zgjidhen, se ai regjim që u vun vetëm me mashtru edhe me rëmby tokat e njëni tjetrit, ai i zoti bjerit fortit ligut me të ka qenë kjo shtetë. Si ishte? I zoti? Bjeri i zoti të ligut, i fortit smurit. Kështu është nërtu në Shqipëri. Qa punë e bënit ju? Qfar punë e bënit në atë ka? Në Shqipëri? Ti po është e vetë se sa gjyqtarë dolën shkarta. Edhe sa janë prapë që të dalin shkarta. Pra është fut një edukat që nuk e ka pas shqiptari. Juve nuk po ju ecë jeta në Shqipëri, do më thënë në Shkodër, mbasi Berisha vjen në pushtet, dhe vendosët të iknit. Jeta juaj nuk po ecë të mirë. Vendosët të iknit. Ku, në Greqi? Në Greqi. Në Greqi. Në qfar viti? Në Greqi jem largu në vitin 2000. Në 2000. Do më thënë, deri në 2000 ju keni qenë në Shqipëri? Deri në 2000 punonin vlezit Greqi, se në Greqi dola në 92-shin najta 2 vjetun, pastaj u ktheva dhe punonin, mas me erdhen vlezit, punonin vlezit, qonin lek edhe unë nërtoja shpin për veti dhe për vlezit. Mbasi ndërtove shpin, pastaj the tani do dalon. Pastaj thash të dal vetë. Si ishte historia që ju mashtruan? Përse ju mashtruan? Kush ishte mashtrusi që ju mori $50,000? Kur u ktheva nga Greqia, më kujtohet një këngë grekut i huaj në vendin tim e i huaj në vendin e huaj. Edhe më kujtohet ja punat re kur u ktheva në vendin tim u dush kësha si i huaj. Dhe me thënë, nga një edukat tjetër në Greqi, nga një edukat punën, nga një edukat në sistemin një kultur tjetër, komplet një tjetër. Edhe fëmija shumë shgënym. Edhe si që doli në televizor, po bante Luli Makashi, po bante atë shfaqin që do njëmojet njerëz që të punëson në Kanada, edhe unë... Ku ishte kjo shfaqa? Se nuk e kam iden. Ku ka qenë kjo shfaqa? Pa të ardhë në Shkodër të Grand Hotel Evropa, edhe mblodhi ca njerëz edhe unë hajtë kaloja asaj të rasisht të shkova. Kur trotë kështu, edhe u futa në loj. Mashtrim mas mashtrimit,
jep lek, kontrata e punës gati, vetëm gjuha, edhe gjuha s'ka problem, thoshin do të bëhet. Unë i thosha kisha problemin më madh të vajzës, sepse vajza ishte në një moshë 18 vjeçe dhe thosha do më mesin vajza mrapa. Kurse ajo më thote, jo s'ka pik problemi, edhe vërtet ashtu vajza erdhi me studime, edhe ne metëm atje. Mas vajzës, mas letrave të vajzës se kam marrë unë letrat, dhe më thanë, kam marrë një vizë 10 vjeçare, edhe kam marrë mas vajzë me djarë, se jo me lekët që i dhash Lulit. Sa lek i dhatë Lulit me një fjalë për të ardhur Kanada? 50 milion lek. Gjithë parat që kisha bërë, gjithë jetën tënde? Po thuaj se gjithë parat që kisha bërë në Greqi. Ama qa jetë e Petrit, punon në Greqi, hajde në Shqipëri, huaj andej, huaj këtej, bëj lek që është vajzë në Kanada, më thënë një jetë pa ndales, pa ndaluar një momentet që josh. Një jetë pa ndales, po një gjë vujtje ka, po edhe jetë ka. Në Greqi, për shembull, jetonim shumë mirë, në kushtet shumë të mira, pavarësisht ishte edhe ka qenë ai si e ka greku atë egoizmin, e ka atë racizmin, e ka shumë të madh. Por ti jetove mirë. Çfarë punë bëje në Greqi? Ndërtoje? Në ndërtim? Në Greqi në ndërtim, pra, po kisha kriju një skuadër 5-6 vetë, nga njerë u 10, nga njerë 4, edhe stovatoshim. Nuk punoj vetë, kishe një skuadër, se unë nuk e kam ide në fakt. Ja, vetë i pari, se po të punove vetë, nuk punon. Nuk punon njeri. Do më thënë, ti nuk ishe tipiku i afendikojt, që rinte në kafe dhe tjerë punonin. Jo. Vetë i pari. Po ku e kështë marrë këtë eksperiencën e ndërtimit, apo që ndërtove kullën tënde në Shkodër? Në ndërtim, unë marrova një shkollë ndërtimi në Shkodër, pavarësisht se ka dalë ma ndërtues vllai për shembull se sa unë, po ndërtimi mësot edhe duke punua, duke pa tjetër ka punon, edhe shqiptarët i kapin gjitha zanatet shumë shpejt. Ju kapët ndërtimin, sa veta kisha atëre në Greqi, që bëre skuadrën tënde? 5 veta, në përgjithësi 5 veta kishim në grup. Dhe ja dilje, ja dole? Ja dolëm shumë mirë. Bile maj mend se bleva një makineri 8.500 euro dhe nuk laq as i lekën në bank edhe e qoha një fshat krejt vetëm atje dhe më thot gruja, thot, qa ke ban, thot, mërë, po si ban, një gjë, po së rëzikove, i thaq, kur nuk fiton as nuk... More gjithë lekët e bankës bleve makinerin? Bleva makinerin për të suvatu, makineri. Dhe pastaj me këtë makineria dole të suvatosh, të fuzësh një proces të ri. Me makineri punonim edhe çmimi ishte krejt i lirë, për shembull. E merrshim me 2 euro qys 3 euro metrën. E një kohë që u do të ta pastroje, t'i baje sprucën, t'i baje fashaturat, mushen, edhe dorën e fundit, finishin, si tonë, finën. Kështu që aty u bërë e vërtet i zoti punës. Po, pa në mnesh zotit, aty gapova unë se në atë kohë mund të bleja 2-3 shtëpia, me atë lekë që kisha ba unë mund të bleja 2-3 shtëpia në Greqi, se ranë çmimi. Po filloj kriza atje, hajtë po shkojnë në Shqipëri, se fitoj Edi Rama, po Edi Rama nuk është zotit ta nëroj plakën. Do me thënë, e bukur, do me thënë, ti kishe para të blije në Greqi. Po flasim për krizën e 2008-ës? Kisha para të bleja 3 shtëpia, 4 ndoshta atje. Në atë kohë se ranë shtëpia deri $3.000 një shtëpi e vogël, për shembull deri 3.000 euro ka rënë nothing. Po flasim për çfarë viti? Për cilin vit po flasim? 2012. 2012, po krizën tjetër, jo. Po. Ndërkohë, ti dëgjon që Edi Rama fiton dhe vjen në Shqipëri me besimin që tani Shqipëria do ndryshojë më herë. Shqipëria do ndryshoj, po Shqipëria... Unë nuk e kuptova, ju edhe Tropojan po i majt, Tropojan i majt ishit ju, apo thjesht ishi zhgënjur nga Berisha, si që historia politike juaj? Unë nuk kam qenë idiot, unë thash më të mallën grinje me babën tem kam ba për Sali Berishën, se në 92-shin të gjithë, po thuaj se 90% e popullit e donte.
Edhe baba tha, një gjë mërë djallë, tha. Ai vjen nga një fshat që gjyshit asë gjyshit e ti kanë djek kishën dhe fshati ka hjek nga fshati dhe kanë ikë në zanë atje shpi në Berisht Fuks. Ata tha, kur e mori pushtetin Sali Berisha, dy ples të Mansis Gjakovs thanë kështu thanë. A një gjova se ku shqipin kërët shtetit, po tha një gjova, tha. Një njeri që ka djeg kishën, ty tha nuk e lëshën, po a djeg 3 herë Shqipërinë, tha. Ashtë fatkesi për kombin tonë, tha si ka hip kë njerin pushtet. Njeriu familja e cili dogje kishën, nuk e lëshon, pa e djegur 3 herë. 3 herë Shqipëri, 2 herë ka djeg, ta shpresim 3-ën. Uroj ka mbaruar kohë e djegjeve në Shqipëri. Besoj se po se për shqiptarët, po mos ishte Amerika prap do ta djegte. Prap do ta djegte. Me syt nga Amerika. Po tani me babaj nuk pajtove për Berishën, ra dakord më pas babaj? Babaj ra dakord se mu mush edhe mu menja se kur hyn në punë ata që kishin vjellur, jo ata që ishin përsekutum nga fjala e gojës ose nga një veprim tjetër, po ata që vollën u futën në pushtet, atëre fillova dhe unë të baj kthes, të baj hapat mrapat, të kontrolloj edhe e fjalët e babës. Kjo është e që s'kapa unë. Dhe ishte babaj që e njifte Berishën, jo ju. Ju ishte të shpresë. Edhe njerëzit e vjetër, një gjatë, më kallëson nga vjen nas kemi parë kur nuk kthejmë kokën mrapa nga vim. Duke ikur nga Berisha tani, të cilit ju e njohët më në fund edhe i dha të drejt babait, kjo shpresa juaj nga Rama, pse kishit ju shpresë të Rama? Apo kishit shpresë që një njeri tani t'ja dali për Shqipërinë, domethënë kishit nevojë që dikush t'ja dilte për hir të Shqipërisë? Apo kishit në njojë me Ramën? Si që historia që ju besonit ke Rama? Besonim se njeri që punoj shumë për ndërtimin e Tiranës, edhe vinte një parti që të paktën këta nuk i kanë lyë duart me gjak. A i ka lyë duart me gjak se në qofë se ke djeni që po flasim më në ti bashk, a i ka djeni për Arben Brocin e Bishanakun që u vra. A i ka djeni për Gramoz Pashkun, a i ka djeni për Azem Hajdarin. Mos thomë se ka dorë direkt, a i ka dorë indirekt për gjitha. Për Stokol Yldashin, për 21 janarin, unë nuk e di që a presin, po mirë tha, a i kush tha nuk njeri luftohet, po është regjimi që ka futa i në gjak, është shumë vështirë për të luftuar, dënë kohë. Ose veprimet që ka baj të ligjshme ose të palishme, ose lejimin nuk jam kundra xhamiave, se është futën kultura ja, po është mush xhamia si në Kosovë, si në Shqipni, që nuk shfrytëzohen, që nuk hin kush për të falën ta, nuk lutet kushën ta. Po ju Berisha ja vini për të gjitha? Është Berishës që ja vini fajin për të gjitha? Po ai është nana e zezave të kombit shqiptar, që nuk do zhduken fajet e tij edhe 500 vjet. Ai po të kishte zgjat sa turku, se boll po zgjat, ai ka ba makes se turku Shqipërisë, po ta llogaritish me kohën, edhe me jetë gjatësin i ka ba makes se turku Shqipërisë. Ndërkohë ju e ndiqni politikën e Shqipërisë me sa duket, edhe tani, tërkohës. Do ditë pra lajmet e misionin se si tash dham shpirti për vendin tanë, ku shef rinin edhe forca, energjia, gjithë energjia e një shtetit është rinia. Ajo po shfrytëzohet në gjithë botën, po në Shqipënia. Nuk po shfrytëzohet sepse po ikën. Të rinë kanë ikur. Po ikën pra politika e djallëzume, politika e fliqur e Shqipërisë,
që nuk zhduket ajo politikë dën vite për të zhduket. Sa është fut thellën në gjak. Edhe vete kemi fajin shumë, se në qofë se ti shkon, ose unë shkoj për të kryer një punë në një zyre, ose për të nxjerrë një certifikat, ti shkon e I lën një bakshish, aja po punon në zyre, ti po punon jashtë, në bore në shi, dhe e ka detyrim që të japë certifikatin, pagun atë që sa ban certifikata, për qa po jep 500 lek ma tepër, 10 ose 1000 lek. Na kemi mbarë në gjak si popull këtë, kja shumë gabim. Në Kanada, kur erdhët, ishte e vështirë? Në çdo fillim, kudo që shkojsh të fillosh jetën sërish, është shumë e vështirë, për mua ishte e vështirë se gjuha. Edhe një kohë që erdha këto 48 vjeç është vështirë të thehet veshi, se I riu e merr shumë më mirë, shumë më shpejt gjuhën. Do me thënë, 48 vjeç, pa ditur gjuhën, ju paguani lekët që kishit mbledhur dhe fillon një jetë të re në Kanada. E bët për fëmijët këtë gjë, apo për t'ik nga Shqipëria? Shqipëria s'bëj. Ate për fëmijët, po edhe vetë nuk në jesha mirë. Të thash në jesha si huaj në vendin tim. Nuk po ndodhë e gjë. Ju pristit që diçka të ndodhë e asgjë s'ndodhi. Mu më bante për shtypje se hinje në Shkodër në një lokal, kur hytën një vrasës, të gjithë kapeshin në vetin janë me tjetër kush me pagu kafen. Nërsa një njeri të neshëm, një njeri punëtor, nuk e këthen kryt me pa kush se thonë, kjo është gjëna, kjo është fakir. Kurse ai që vret në Shqipëri, ai respektohet. Prandaj thëmë, kjo edukata shumë mrapa e popullit shqiptar. Se për mu Sali Berisha është një vrasës. Se një njeri që din gjitha të vrasje që ka gisht indirekt, se jo direkt, në kanun hjekësi është një lloj si vrasje, ai është hjekës. Ai ka qenë hjekës gjithmonë. Petrit, pse e ke këtë? Se disa është e çuditshme, më duket sikur më ndjekin njerëzit që duan të tregojnë për Berishën në emision. Në fakt ju nuk më thatë gjë, ju më shkruajtë në Instagram, duket? Po. Dhe më thatë që kam dëshirë t'ju tregoj jetën time. Unë tash okay, po të dëgjoj dhe nuk e dija. Thjesht hyra në një regjistrim për ditur jetën e një njeriu. Nuk e dija fare nga ishit qa... Nuk e dija këtë që do tregonit. Ju e bëni, jo, më falë, duhet të di këtë gjë. Ju po e shani Berishën në emisionin tim, se shumë të tjerë para jush e kanë bërë, apo ju vërtet keni një urrejtje të tillë për Berishën? Këtë duhet të kuptoj. Nuk kam urrejtje për asnjë njeri, kam urrejtje për veprimet që ka bajë, veprimet që ka banë kombin e vetë. Për naftën që I dha Miloševićit, një kohë me luftu vëllezërit e vetë. Dhe njeriu që I pau që kontaktun me Slobodanin, ajo zhduke dhe sot nuk gjinet. Aty të dham shpirti mu e çdo njeriu që ka sa do pak zemër, që ka gjak shqiptari. Ndërkohë, tani në Kanada, tani po zbardh në Kanada, pak nga pak, në Vancouver po zbardh. Po del drita. Po del drita, pak nga pak. Dhe ju për pak do shkoni në punë. Çfarë është ky objekti që po bëhet? Çfarë punë bëni tamam ju atje? Keni një skuadër apo punoni vetë? Ja, punoj për një pronar është Polak. Polak? Po. Punon vetë? Punon vetë në ndërtim? Ai s'punon fare, po ka organizu 4 grupe, ka 4 përgjesa, edhe ka rreth 50 vetë që punojnë për ta. Ai nuk punon, është ndryshe nga procesi yt I punës. Ai gjend interesohet për materialin, I blen materialin në Kinë, edhe e bjen këtu sa shumë lirë, edhe ndjek organizimin nga mrapa, nuk është se punon, po puna është edhe ajo. Tamam, punë është edhe ajo. Ndërsa puna juaj është direkt, ju punoni me llaç, kush është puna juaj direkte që bëni tani? Puna jonë është përgatisim forma ose armatura për soleta, për muret, anash, qesim mure betone dhe përgatisim themelet, edhe qesim soletën e pare, bajmë parkingun poshtë,
edhe aty e sipër vazhdojt me dru, deri në 8 kate kështu ndërtesat të gjitha banë me dru. Në 8 e lartë banë me beton. A, deri në 8 kate bëhet me dru aty? Të gjitha me dru. Pastaj me beton? Po u banë projekti ma shumë se sa 8 katesh, fillohet nga fillimi ma në i banë gjithë me beton. Deri në 7-8 mban druri, po. Është e rëndë që të punoni akoma, apo sa të keni fuqi do jeni në punë? Jo, nuk është e rëndë, por është e rëndë nga kjo që për shembull para 2 javësh ne kishim 10 centim, 20 centim borë, do të 2 orë, 3 orë me largu borën, pastaj me fillu punë. Po t'ishet në Shqipëri tani ç'a do bënit? Po t'ishet në Shkodër, te shtëpia juaj, ç'a punë do bënit? Si do jetonit aty? Po prap o do futem me ndërtimin ose do merresh me bujqësinë, se ne nuk është se kam ndonjë shkollë, kam shkollën e ndërtimit, po nuk është se kam ndonjë vend punet posaçëm ose që mund të gjajsh me punë.